Një gjë është e sigurt këtu në Shqipëri, rritja e çmimeve. Pa u rritur çmimet në bursat ndërkombëtare, reflektohet menjëherë në rritje çmimesh këtu në Shqipëri. Kur bëhet fjala për karburantin, ai është i pari. Gjiri i Arabisë ndodhet tashmë në një konflikt të hapur dhe njoftimi i kompanive të karburantit në Shqipëri që do të rriten çmimet së pari 20 lekë, më pas 40 lekë për litër, habiti shumë kënd. E para për arsyen e thjeshtë sepse çmimi nuk është rritur akoma në bursa dhe e dyta sepse ky që nga një çmim i përcaktuar. Çfarë bën autoriteti i konkurrencës? Çfarë bën qeveria shqiptare për të kontrolluar këtë treg që sot ka çmimet shumë më të larta se rajoni? Ky është nam. Shikoni, çmimi i naftës është fiksuar në 173 lek prej një viti. Një vit që nuk ndryshon. Kjo historia që këta shesin në tregun e brendshëm me çmimin e bursës është një tallje, nuk po e them çfarë tallje është, po është një tallje shumë e madhe me gjithë ne që paguajmë naftën, apo benzinën, apo gazin tek këta operatorë. Ndryshoi euro në një vit. Ndryshoi edhe çmimi i naftës në një vit. Po 173 lekësh nuk lëvizi. Tani, brenda 48 orëve do ndryshojnë këta çmimin. Kjo është për përsëris nam.